Islami do të fitoj me ty apo pa ty. Megjithatë, ti pa Islam një i humbur dhe i dështuar. E ka thënë këtë fjalë Ahmed Didat. Kjo është një pyetje që një dëgjues e përshton dhe kërkon një sqarim edhe rreth kësaj çfarë ka dashur të thotë Ahmed Didat. Mas për herë inshallah Allahu xhelale mëshiron dietarin e madh Ahmed Didatin, i cili do thotë ka qenë një thirrës i madh në shekullin 20. Ka do thotë ligjërata të mëdha, sidomos do thotë debate të mëdha mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Kjo është një thonje e madhe shumë, e cila thonje do thotë është një rezume e fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thonë? Islami nuk varet prej neve. Se Islami është fitimtar. E ka garantuar kush? Allahu dhul xhelal. Ashtu që nëse ti nuk e përkrah Islamin, ai ka më hec përpara. Desh keve ti, desh nuk keve. Ama nëse ti nuk e përkrah, ti ai i cili ke humbur. Se nëse nuk bësh musliman, fundin e ki ku në xhenem, Zoti na ruaj. Ashtu që do thotë nëse ti bësh musliman, ja ke qel vetvetit derën për në xhenet. Edhe ja ke qel vetvetit do thotë derën për një jetë të lumtur. Edhe ja ke qel do thotë vetit derën për një person i dëshiruar edhe i mirëseardhur në shoqëni. Ashtu që kjo thonje e madhe për këtij dietarit të madh Islam, do thotë është një thesar i madh i tina, çka njeriu kur bëhet musliman, ai është hajrin. Po me konë se largohet për Islamit, ai është zullumin, ndërsa Islami hec përpara me ty apo pa ty.